Ëndra dhe Erisi, që të dy 5 vjeçar, dinë si ti mirëmbajnë dhëmbët e tyre. Ata dhe bashkëmoshatare të tjerë të kopshtit Dielli në kryeqytet ishin pjesë e projektit Dhëmb të shëndosh, fëmijë të lumtur, që u realizua në bashkëpunim me institucione të ndryshme në vend. Kam mësuar për t'i larë dhëmbët, për të hangër ushqime të ëmbëla dhe t'i pastroj dhëmbët. Sa në ditë i pastron dhëmbët ti? Në natën edhe në mëngjes. Unë i pastroj dhëmbët çdo ditë në mëngjes dhe në mbrëmje. Dhe çka do t'ju thoshe fëmijëve të tjerë? Që mi pastruar me rregull dhe me mënyrën e duhur. Po ushqimin, ta përgjedhim ushqimin? Qumshtin, djathin, ujin, bukën dhe pemën dhe perimet e freskëta. Ndonë se e din më shumë për dhëmbët, këta dy voglush e shohin të ardhmen e tyre si mjek. Njohuritë e fituara fëmijët i shprehen nëpërmjet një shfaqjeje që e prezantuan në ditën botërore të shëndetit oral. Ministri i Shëndetësisë Frida Gani tha se ministria që e drejton e ka në prioritet shëndetin e fëmijëve e në veçanti shëndetin oral. Reformat e sistemit shëndetësor të cilat i fillojnë këtë ditë do të kenë si pilot projekt këndevimin e shërbimit profesional për fëmijë dhe në mesin e këtij shërbimi, pra si pjesë e këtij shërbimi definitivisht do të jetë edhe shërbimi për kujdesin e shëndetit oral. Ndërsa drejtori i arsimit në komunën e Prishtinës Halim Halimi tha se komuna do të i mbështesë dhe do të jetë hapur gjithmonë për projekte që kanë për qëllim mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve. Projekti Dhëmb të shëndosh fëmijë të lumtur bazohet në rekomandimet e Komitetit Ndërministror të Programit Shkollat Promovuese të Shëndetit dhe përfshihen në mënyrë të drejtë për drejtë mbi 1950 institucione parashkollore fillore dhe të mesme të vendit, përkatësisht rreth 450.000 nxënës.